Joint Commission International është organizatë jo fitimprurëse e pavarur, me vizionin dhe qëllimin për të përmirësuar cilësinë dhe sigurinë e kujdesit ndaj pacientit. E themeluar në vitin 1997 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot, Joint Commission International është organizata më prestigjioze, e cila në 5 kontinente ka akredituar spitale në më shumë se 100 shtete. Në nivel global, akreditimi JCI përfaqëson standardin e lartë për cilësinë dhe kujdesin shëndetësor. Nga muaji prill 2016, Republika e Maqedonisë është pjesë e hartës botërore nëpërmjet Spitalit Klinik Acibadem Sistina, spitali i parë i akredituar sipas standardeve JCI. Acibadem Sistina, në një periudhë 5 ditore, ka kaluar nëpërmjet një kontrolli të detajuar. Ekipi i revizorëve profesional nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësoi përputhshmërinë e spitalit me standardet JCI në fusha të ndryshme, duke përfshirë norma ndërkombëtare për sigurinë, vlerësimin dhe kujdesin e pacientit, anestezinë dhe kujdesin kirurgjikal, menaxhimin e ilaçeve, edukimin e pacientëve dhe familjarëve të tyre, parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve, menaxhimin dhe administrimin, drejtimin e objektit, kualifikimin dhe edukimin e personelit si dhe menaxhimin e të dhënave. Добър ден. Добър ден. Аз съм сестра Александър. Ще бъдам вашата сестра днеска. Вашето име е? Марияна Мирчевска. Година и датум на раждане? 28.1988. Ще ви поставя малка идентификация. Ще ви поставям неколко прашања во однос на вашата анамнеза. Кажете ми дали сте алергични на нешто? Не. Дали примате некакви лекови? Не. Дали сте пушач? Не. Дали пиете алкохол? Не. Зависност од друга? Не. До сега дали сте примале крв или крвни деривати? Не. Благодаря много. Ваша докторка Люда Наспер от Малев. Благодаря вам, приятно. Përgatitja dhe procesi i akreditimit ka zgjatur 2 vjet dhe kanë qenë të përfshirë të gjithë punonjësit e spitalit, të cilët me entuziazmin dhe punën e tyre në grup kontribuan në zhvillimin e spitalit dhe implementimin e standardeve. I gjithë procesi i akreditimit ishte i udhëhequr nga Departamenti për Kualitet dhe Standardizimin Mjekësor dhe në të kanë marrë pjesë 13 ekipe profesionale me një organizim të përsosur dhe përkushtim maksimal. Acibadem Sistina arriti të implementojë standardet JCI. Хирургот, анестезиологот и сестрата вербално ги потврдуваат личните податоци. Мирјана Мирчевска, 28.988. Да. Положба на пациентот. Супинација. Место на инцизија. Десна рака. Оперативна процедура. Позната. Очекувани критички хируршки случувања. Не се очекуваат. Предпоставено време траење. 1 час. Можни анестезиолошки реакции. Не очекуваме. Тип на анестезија. Аксиларен блок, регионална. Spitali Acibadem Sistina vazhdon me misionin e tij në përmirësimin e vazhdueshëm dhe qëllimin për të krijuar një sistem të plotë integrues të cilësisë dhe kujdesit ndaj pacientëve. Ky sistem gjithashtu do të krijojë dhe edukojë stafe të reja, do të përcaktoj kriteret të larta të cilësisë në punë dhe do të ofrojë shërbime të larta shëndetësore sipas standardeve botërore të arritura për të gjithë pacientët. Marrja e akreditimit JCI kontribuon në përmirësimin e sistemit shëndetësor në vendin tonë dhe tregon se në Republikën e Maqedonisë mund të punojë sipas standardeve botërore internacionale. Qëllimi është shërbim shëndetësor më cilësor dhe më tepër siguri për pacientët. Sepse bëhet fjalë për jetën. Spitali Klinik Acibadem Sistina. Jemi spitali i parë i akredituar sipas Joint Commission International.